27.000 banesa janë krejtësisht të zbrazta në Prishtinë të pa shfrytzuar. Adin kot na flasim për mbikalime, për nënkalime, për tramvaja, s'kemi parë me pagu qiran. Dhe çka po thonë tritë është që ma le të ka me dalë jashtë edhe me jetu ndaras prej familjes se sa me mujt me ble ose me marr banesë me qiran në Prishtinë. E shfrytzuam këta muj për me diskutu edhe me kolegët e mi tash të Partisë Social-Demokrate, çush po dojmë ju qas punës në Prishtinë, garës në Prishtinë. Edhe mandej bona publike, i kisha nevojshme bo publike ma herët se sa që niske fushatat zgjedhore, për shkak se unë kisha bo një pauzë prej paraqitjeve publike, do isha me janë kujtu njerëzve, hej, këto jam, veç tash ngarë për Prishtinën. Po problemi kryesor i qytetarëve të Prishtinës sot është jetesa shumë e shtrajt edhe pa përballueshme në Prishtinë. Po na thojnë edhe në krejt vizitat dërmder, në krejt takimet që i kemi në për biznese, adin kot na flasim për mbikalime, për nënkalime, për tramvaja, nëse s'kemi parë me pagu qiran, ose s'mujmë me e mbyll këstin e kredis, ose s'mujmë as me imagjinu si një çift i ri me ble një banesë dhe me nis jetën në një pronë tonën. Prej bisedave që tash du shku në vizita dërmdere, na u konfirmu që problemi kryesor është çmimi i jetesës në Prishtinë, dhe na u futëm pak me hulumtu se çka i bjen kjo. Dhe gjetëm që një tip statistike, edhe pse s'ka statistika të vitit 2025, po në 2024 ishtë dikur rreth 650 euro paga mesatare në Prishtinë, që i bjen që ka njerëz që marrin 400 ose 380 që janë disa punonjës të pastrimit, që janë të kontraktuar prej komunës, etj. Ka të tjerë që marrin më shumë, po kjo është mesatarja me aq sa kemi statistika zyrtare. Edhe tham, hajde të shohim se deri ku, domethënë sa larg në muaj na çon një pagë 650 euro. Edhe të marr parasysh që çmimi i banimit është më i lartë, pjesa që ta merr pjesën kryesore të pagës, tham hajde ta marrim një banesë me qira, edhe të shohim sa pare puna mesin, edhe ta bëjmë krejt mandej diskutimin përmes kësaj banese, do ishim me dokumentu krejt këtë proces edhe për shkak se ka hala njerëz Prishtinë që po mendojnë, ndoshta edhe janë më komod financiarisht për veti, që po mendojnë që kjo nuk është problem. Do të thotë që po s'ka problem banimi në Prishtinë, se qyre njerëz i kanë shtëpiat e veta, ashtu po prej ka njerëz shtëpiat e veta, veç nëse e ke nis familjen me një banesë me 2 ose 3 dhoma të gjumit, edhe tash 2 fëmijët nuk janë më fëmijë, po i kanë boka 22 dhe 25 vjeç, edhe ata janë hala në çat banesë. Edhe çka po thonë tritë është që ma le të ka me dalë jashtë edhe me jetu ndaras prej familjes se sa me mujt me ble ose me marr banesë me qiran në Prishtinë, kjo është problem. I vjen që tritë nuk po e shohin një mundësi këtu për me nis një jetë tyne të pavarun, edhe me kontribu mandej edhe ekonomikisht edhe në shoqërinë tonë, po mendojnë që është me dalë jashtë. Nëse jetu dash me arë me jetu në Prishtinë, për me punu, për me studiu, po s'mundesh me pagu qiran, edhe vendos mos me bo këtë punë, apo të në qëfar humbi është kjo për kryeqytetin, nëse ti nuk ki njerëz të ri që të vinë vazhdimisht. Definicioni i kryeqytetit është gjallëria që ta bin njerëz që të vinë në kryeqytet. E kur është gjithçka tepër shtrejt, s'të vjen ma kurkush, edhe po mesin, do të thani, kemi do banesa që në zbrazta, edhe do njerëz që janë të palumtur për shkak se nuk ja dalin me e shumë mujen me pagat që i marrin. 27.000 banesa, të me qenë të sakt, janë krejtësisht të zbrazta në Prishtinë të pa shfrytzuar. Ti s'mundesh me ndru çmimin në treg, ti s'mundesh me thonë kompanisë private që jo shite ma lirë banesën, por nëse ndërton komuna banesat komunale, që ka një projekt në tavolinë kryetari i komunës prej para 4 vite gjys të ndërmarrjes publike banesore, nëse ndërton edhe shet afër çmimit në ndërtimit, që është mesatarisht edhe 600 euro metri katror i ndërtimit, përveç i sistemon të 1.000 familje të reja, me banim, bën konkurencë pak privatit, edhe që një sinjal në treg, që se nëse banesa aty po të shiten me 1.500 euro metri katror, ndërsa kostoja ndërtimit që nga 600 euro metri katror, këtu pas ka një problem me çmimin, me mënyrën se çysh është vendos çmimi në këtë banesë. Kjo është e para. Këto e ka dorë komuna, për këto nuk ka nevojë, do të thonë, me bo kurrë tjetër përveç me marrë vendim që me ecë përpara. Nëse i bën 1.000 banesa, e çon një sinjal. Nëse i bën 5.000 banesa komunale, e sfidon tregun edhe besoj që bin krejt çmimet. Kjo është e para. E dyta, krejt vendet e tjera që kanë problemin me banesa që rrinë thot, ndërsa ka problem me banimin, kanë vendosur një taks të mos shfrytëzimit apo vacancy tax.
Zagrebi është rasti më i afërt, e kam përshtypjen që edhe Sofia, po Zagrebi ka vendosur tash në prill, edhe unë fakt i kontaktova edhe në disa miq që kam atje, dhe ma shpjeguan pak se si funksionon. Ajo çka mendojshim që duhet bëhet në Prishtinë është që nëse ti e vendos një taksë të mos shfrytëzimit, e cila është pak më e lartë se sa taksa që pagujmë në tatimin pronë, kjo çon sinjal të njerëz që i kanë ble si investim, që ose po paguaj pak më shumë për shkak se du me marrë banesën zbraz, sepse kam vetëm investim. Edhe me këtë pagesë komuna ofron shërbime te banorët që jetojnë këtu, ose jo s'po më levërdis me marrë më zbraz, kështu që po e lëshoj me qira ose po e fus në treg për shitje. Sot tatimi pronë është 0.2%, që në një banesë 100.000 euro ti pagun 200 euro në vit për tatim pronë. Me qatë 200 euro edhe mund është me menu që hajtë se veç pelaz brazd. Nëse e bën 1% tatimin në pronë, që është edhe fasha e epërme që ja ka leju ligji komunës për me apliku, me 1.000 euro tatim pronë në vit, nështë edhe menon 2 hera i lenë zbrazd ajo. E nëse e bën 2%, me 2.000 euro definitivisht nuk e lenë më zbrazd. Do me thonë, është shpikje jona fare, do me thonë është 100% kopjem i që kanë bo krejt vendet e tjera, si Londra, si Vancouveri, si Parisi, e tash është u ardhë edhe ma afër nesh Zagrebi dhe Sofia,